Partia opozitare LSDM sot ka ngritur pretendime të reja për afërsinë e supozuar të kreut të VMRO-s me personin e njohur si Sime. Më herët partia opozitare ka publikuar një foto të këtij personi me Mickoskin, duke kërkuar përgjigje rreth afërsisë së tyre. Në videon që e ka siguruar ekipi kundër korrupsionit e LSDM-s, shihet personi duke qelluar me pushkë automatike në mes të ditës, ndërsa citon politikanin radikal serb Vojislav Šešelj. Ndërkohë që në fond duket edhe flamuri rus. Ovako je Šešelj rekao dok je bio Srbin, kaže moji pravni savjetnici nisu moji branioci i ne moraju da ispunjavaju braniočke uslove, oni moraju da ispunjavaju one uslove kojim ja to pišem, a vi i dalje ometajte pripremu moje obrane, pa će na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izastrali. Opozita ngriti një sër pyetjesh në lidhje me reagimin institucional. LSDM pyet se si është e mundur nëse pretendimet janë të vërteta që një sjellje e tillë të kaloj pa u sankcionuar ndërsa nuk reagon asnjë institucion. Kush mund të qellojë me armë automatike pa u shqetësuar se do të arrestohet? Vetëm dikush që është i mbrojtur nga qeveria dhe i lidhur drejt për drejt me të mund ta bëjë këtë, thekson partia opozitare. Pozdrav, brate, braćo Srbije! Ima i